Kiara Tito ka publikuar një foto shumë të veçantë nga festa madhështore që organizuan për ditëlindjen e parë të vogëlushes Luna Mari, e cila jo vetëm që ishte një ngjarje jashtëzakonshme familjare, por edhe një moment i bukur social që mblodhi pranë tyre shumë figura të njohura nga bota e artit, televizionit dhe familjarët më të afërt të çiftit. Një prej fotove që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve të Kiarës në Instagram është ajo ku ajo shfaqet pranë Sara Hoxhës, pronarës së Top Channel, me një buzëqeshje të sinqertë dhe plot hijeshi. Të dyja shihen të veshura me stil dhe të rrethuara nga dekorimet shumë ngjyrëshe të festës që duket se ishte menduar në detaje për të lënë mbresa në kujtesën e të gjithëve. Kjo pamje e dy grave të njohura në një ambient kaq të ngrohtë dhe festiv ka bërë që shumë ndjekës të ndalen dhe të komentojnë për lidhjen e fortë që duket se ka krijuar Kiara me familjen Hoxha, veçanërisht pas angazhimit të saj si moderatore e spektaklit të humorit Portokalli që transmetohet çdo të diel nga Top Channel. Fotoja është shoqëruar me mijëra pëlqime dhe me komente të shumta që vlerësojnë elegancën e Kiarës dhe respektin që duket qartë në mënyrën se si ajo shfaqet pranë Sara Hoxhës, duke krijuar një imazh të fuqishëm të një bashkëpunimi të suksesshëm mes një moderatoreje të dashur për publikun dhe një drejtoreje që ka mbështetur dhe promovuar shumë talente gjatë viteve në televizionin kombëtar shqiptar. Ky moment është komentuar edhe si një sinjal i fortë se Kiara është tashmë një emër që jo vetëm që i përket ekranit, por edhe që gëzon një pozicion të rëndësishëm në marrëdhëniet profesionale brenda Top Channel, çka pritet të sjellë edhe më shumë projekte të reja dhe të suksesshme në të ardhmen. Ajo çka bie në sy në këtë foto nuk është vetëm bukuria apo eleganca e të dyjave, por mbi të gjitha ndjesia e një respekti të ndërsjellë dhe një energjie pozitive që ka rrezatuar në gjithë ambientin e festës, duke e bërë atë jo vetëm një ditëlindje për të voglën Luna, por edhe një mbrëmje ku dashuria dhe mirënjohja janë ndjerë në çdo detaj. Festa ishte një ndër eventet më të komentuar të fundjavës dhe kjo foto e Kiarës me Sarën është kthyer në një simbol të qetësisë, bashkëpunimit, ndërsa ndjekësit e saj vazhdojnë të shpërndajnë këtë imazh dhe të komentojnë me fjalë të ngrohta. Duket qartë që Kiara jo vetëm që po rritet si figurë publike dhe si moderatore, por edhe si një grua që di të ruajë marrëdhënie të forta dhe të sinqerta në botën e medias dhe jetën personale.